Imam Aliu dhe hajduti i Samarit të Kalit. Transmetohet se një ditë Imam Aliu po shkonte në xhami hipur mbi kal. Kur arriti te dera e xhamis, zbriti nga kali dhe ja la amanet një burri që po rrinte te dera e xhamis. Kur burri e pa kalin dhe Samarin, lakmoi. Ai e vodhi Samarin dhe e shiti në treg. Kur Imam Aliu, paqe qoftë mbi të, doli nga xhamia, nuk e gjeti as burrin që i la amanet kalin dhe as Samarin e kalit. Imami shkoi në treg për të bler një samar tjetër. Ai u habit kur në dyqan pa samarin e kalit të tij, të cilin zoti i dyqanit e kishte nxjerrë në shitje. Imami e pyeti dyqanxhiun: "Sa e shet këtë samar?" Ai u përgjigj: 10 dirhem. Imami i tha: "Sa ta shiti personi që të solli këtë samar?" Shitësi i tha: 5 dirhem. Imam Aliu, paqe qoftë mbi të, e bleu samarin dhe tha: "I lartësuar është Allahu, unë pata bërë niyet që t'i jap 5 dirhem burrit hajdut kur të dilja nga xhamia si shpërblim të ruajtjes së amanetit që i lash." Por ai nxitoi në rrezikun e tij duke vjedhur samarin dhe duke e shitur atë. Nëse nuk do të nxitohej ta merrte me haram, do ta merrte me halal.